أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد me rastin e festave të jo besimtarëve me afrimin e tyre desha të bëj një sqarim lidhje me pranimin e dhuratave nga jo muslimanët, mos besimtarët, me rastin e festave të tyre. Është një çështje kjo që ju intereson muslimanëve, praktikuesve të fesë islame, një çështje e cila është parashtruar disa herë si një problematik që ka nevojë, më thonë, të sqarohet dispozita e shariatit për të. Në esencë, në shariatin Allahu subhanahu wa taala lejohet pranimi i dhuratës nga mosbesimtari, edhe atë duke mos bërë dallim mes dhuratës që mosbesimtari e jep në gjatë festave të tij ose jashtë festave të tij. Cilat janë argumentet e shariatit? Do të thonë, kjo është parimi se lejohet, mirë po lejohet me kushte dhe me disa kujdesje që duhet t'i ketë besimtari. Do të thonë, lejohet me disa kushte. Argumentet e shariatit të cilat flasin se lejohet është fakti se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pranuar dhurata nga mosbesimtarët, siç ka pranuar për shembull dhuratën nga Muqawqisi, mbreti i Egjiptit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Sahihul Buhari qëndron se ka pranuar një dele e cila nga një hebreje e cila e kishte helmuar atë. Do të thonë, kjo është në Sahihul Buhari. Gjithashtu ajeti kuranor ku thot Allahu subhanahu wa taala wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum, ushqimi i ehlil kitabit është halal për ju dhe nuk është bërë dallimi mes atij ushqimi që bëhet për festat e tyre apo ushqimi që bëhet jashtë festave të tyre. Dhe përderisa nuk ka ardhur ndonjë argument tjetër për me dallu se lejohet pranimi i tyre vetëm gjatë jashtë festave për shembull, atëherë mbetet ajeti në përgjithësi, do të thonë me kuptimin e tij të përgjithshëm, për arsye se nuk e përkufizon këtë kuptim të përgjithshëm asnjë argument tjetër. Gjithashtu Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu e mëshiroft, për me forcu këtë qendrim se lejohet pranimi i dhuratave të jo muslimanëve me kushte të cilat do t'i përmendi, ka përmendur edhe fetfat ose qendrimet e disa prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse shumë me rëndësi kur ekzistojnë fetfat e sahabeve, Allahu qoftë i kënaqur për tyre, kjo na ndihmon, do të thonë, të kuptojmë një çështje, një problematik më mirë, për arsye se fetfat e sahabeve dhe qendrimet e tyre janë në një farë mënyre është, do të thonë, praktikim i mënyrë e praktikimit të ajeteve ose haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, nëse kemi një ajet kuranor ose një hadith dhe nuk janë shumë të qarta, për shembull ajeti dhe hadithi, veprimet e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë ato që na ndihmojnë neve të kuptojmë mirë këtë çështje. Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala e përmend se Aliut radiallahu anhu i është ofruar një dhuratë me rastin e festës së Nevruzit, që ka qenë festa e zjarputisëve persianëve, dhe ai e ka pranuar. Gjithashtu në Musannefin e Ibn Abi Shaybës është përmendur se një grua e ka pyetur Aishën radiallahu anha dhe i ka thënë se në vendin ku jetojmë ne kemi mëndesha të cilat janë zjarputiste dhe gjatë festave të tyre ato na dhurojnë neve dhurata, a ti pranojmë apo jo? Ka thënë Aisha radiallahu anha, pranoni, vetëm se të therurat e tyre mos i pranoni. Të therurat e tyre mos i pranoni. E tash, cilat janë kushtet që duhet të plotësohen për t'i pranuar dhuratat nga mosbesimtarët? E para, nuk duhet të kuptohet se pjesëmarrja jon
me pranimin e dhuratave, nuk duhet të kuptohet se marrim pjesë në festat e mosbesimtarëve. Për arsye se kjo gjë nuk lejohet. E dyta, nuk duhet që besimtari të shemb parimin e miqësisë dhe armiqësisë që e ka, me mosbesimtarët. Parimin e miqësisë që e ka me besimtarët dhe parimin e armiqësisë të cilën e ka me mosbesimtarët. Ky parim, që është hallka më e fuqishme e besimit, nuk duhet të shembet me rastin e pranimit të dhuratave nga një musliman. Gjithashtu nuk duhet ne të pajtohemi me festat e jo muslimanëve. Nuk duhet të pajtohemi me festat e muslimanëve. Për shembull, nëse ne tregohemi të sjellshëm dhe i pranojmë dhuratat e tyre në mënyrë që t'i përfitojmë zemrat e tyre, të japim një pasqyrë të mirë dhe të drejtë të besimtarit të vërtet, kjo nuk do të thotë se ne duhet të pajtohemi me besimet e kota të cilat ata i festojnë. Dhe gjithashtu një kujdes tjetër që duhet ta ketë besimtari kur bëhet fjalë për pranimin e dhuratave nga mosbesimtari është kujdesi ndaj fëmijëve të tij. Për arsye se, sidomos tash për shembull, shpërndarja e pakove të vitit të ri, që zakonisht njerëz të ndryshëm nëpër institucione të shtetit apo firma të ndryshme që punojnë, ju ofrohen pako me rastin e vitit të ri. Viti i ri nuk është festë e besimtarëve, nuk duhet ta festojmë. E tash, mirë po, në esencë, pranimi i dhuratave nga mosbesimtarët qenë ka e lejuar, vetëm se nëse bëhet një zakon, që fëmijëve të tu t'ju japsh dhurata që i ke marrë për shembull nga firma ose puna ose institucioni ku punon për vitin e ri, atëherë duhet që mos t'i lidh besimtari fëmijët e tij me këtë festë, për arsye se mbjellet në shpirtin e fëmijës dashuria për një festë e cila nuk është pjesë e kulturës, festë që i takon fëmija. Dhe kushti i fundit që duhet të kihet parasysh kur një mosbesimtar të dhuron dhurata me rastin e festave të tij, është që ajo dhuratë mos jetë pjesë e riteve të mosbesimtarëve. Për shembull, të mos jetë si për shembull ndonjë bredh rreth të cilit ka disa bestitni, për arsye se jo rastësisht bredhja është zgjedhur si një simbol i festimit të vitit të ri, që është një simbol me origjinë pagane. Gjithashtu nuk duhet të jenë për shembull qirinj, me cilin ata kanë bestitnitë e tyre. Gjithashtu nuk duhet të jenë për shembull ushqimi i caktuar që ka të bëjë me ritet dhe besimet e tyre, për shembull vezët e ngjyrosura e kështu me radhë. Pra nëse i kemi parasysh këto kushte që i përmenda, atëherë pa problem, normalisht edhe ushqimi ose dhurata që ta ofron mosbesimtarit mos jetë haram, mos jetë për shembull mishderi, mos jetë alkool ose diçka të ngjashme. Me këto kushte që i përmenda, lejohet pranimi i dhuratave nga mosbesimtarët dhe nuk ka asgjë të keqe dhe nuk ka asnjë ndikim negativ nëse i kemi parasysh kushtet të cilat i përmenda.